Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Të nderuar vëllezër dhe motra, fillimisht Allahun e falenderojmë dhe vetëm për t'i ndihmë dhe falje kërkojmë dhe vazhdojmë edhe sonte me lejen e Allahut të mënduar, duke lutur Allahun fillimisht që në këtë muaj të bekuar të muajit Muharram Allahut në i pranon adhurimet tona dhe përkushtimet tona, veçanërisht ata që kanë agjëruar ditët e Ashuras dhe ata që do të vazhdojnë të agjërojnë në këtë muaj të bekuar, sikur që na ka mësuar i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa ne vazhdojmë me lejen e Allahut të madhruar me dersën e sotëm, duke u lajmëruar që nga sonte se në vijim me lejen e Allahut të madhruar ligjërat do të jenë pas namazit të yatsis. Kemi trajtuar në takimet e kaluara pengesat në rrugën tonë drejt Allahut të mëdhenuar dhe kemi trajtuar nga ato që kemi paralajmëruar 4 prej tyre. Dhe na ka mbetur pengesa e 5 nga ato që kemi paralajmëruar se janë pengesa të rëndësishme dhe shumë serioze që ne duhet t'i trajtojmë me seriozitet dhe t'i trajtojmë me përkushtim, nga se në bazë aso që kemi trajtuar deri më tani, besoj që çdo kush për ne është bindur se sa janë këto pengesa të mëdha dhe se sa janë prezente në jetën tonë të përditshme. Pengesa e radhës që do të vazhdoj sonte të flas me te, do të filloj sonte për te dhe të vazhdojmë edhe më tutje inshallah për aq sa kemi nevojë ta trajtojmë si temë, ka të bëjë me aspektin e raporteve tona me zvete. Në qoftë se themi se çfarë na pengon në rrugën tonë drejt Allahut të mëdhenuar, çfarë na pengon në rrugtimin tonë drejt shpëtimit, drejt arritjes së kënaqësisë së Allahut azza wa xal, çfarë na pengon që të bëhemi më të mirë, të përmirësohemi, kemi përmend disa prej tyre, ndërsa sonte do t'ua prezantoj pengesën e cila ka të bëjë me njëri tjetrin. Ne i pengojmë njëri tjetrit për të arritur ku duhet. Jemi pengesë për njëri tjetrin. E që nuk duhet të jetë kështu. Ne duhet që të jemi ndihmëtar dhe përkrahas të njëri tjetrit që të arrijmë tek kënaqësia e Allahut xhallahu ala. Por ja që realiteti është ndryshe, fatkeqësisht jo rrallëherë ne i pengojmë njëri tjetrit. E si i pengojmë këtë do ta trajtojmë inshallah sonte. Prandaj neve na duhen të ndërrohen disa koncepte të rëndësishme të cilat i rregullojnë raportet tona mes vete. Na mundsojnë që ne me të vërtetë të futemi në kuadër të një sistemi vlerash, kuptimesh, koncepte të cilat jo vetëm që na e organizojnë aspektin e adhurimit ndaj Allahut azza wa xal, por edhe na i organizojnë raportet tona mes vete. Dhe pikërisht edhe në këtë muaj do të dini se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë hijretin. Prandaj edhe në bazë të kësaj ngjarje të madhe është filluar edhe numrimi i kalendarit islam, duke filluar me muajin Muharram. Dhe gjëra e parë që ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka shkuar në Medinë, sikur se keni të qartë, ka qenë ndërtimi i xhamisë. Dhe kjo ka simbolikën e vet, do të thotë duke u treguar qartas se po fillojmë një jetë të re me raporte të reja me Zotin xhallahu ala. Dhe e dyta, me njerë pasi që ka ndërtuar xhamin, ka rregulluar raportet mes besimtarëve. Andaj ka vëllazëruar muhaxhirët me ensarët, ensarëve u dha një emër të ri, do të thotë ensar për krahas, dhe i bashkojnë në një emër duke u larguar dhe evituar mospajtime dhe konflikte më hershme e kështu me radhë. Dhe në qofë se ne i kthehemi argumenteve të shariatit, do të vrejmë me 10 argumente të sa flasin edhe për domosdoshmërinë e lidhjeve tona mes vete, për unitetin tonë mes vete, për vëllazërinë që duhet ta kemi, dhe gjithashtu me 10 të tjera që ndalojnë nga përçarja, nga coptimi, nga mospajtimi, nga konfliktet e ndryshme mes muslimanëve, dhe gjithashtu flasin për rrezikun e madh që e ka, do të thotë ndarja apo mungesa e raporteve të mira mes vete, edhe në këtë botë edhe në botën tjetër.
Nuk është normalisht tema jam tash të flas unë për vllazërinë dhe raport të mira, nga se kjo është temë tjetër, mirë po do t'i qasim nga një kënd tjetër, do të thotë nga këndi i asaj që e lajmërova më herët. Pengesë është në qoftë se nuk i kemi punë të mirë, në qoftë se nuk e zotërojmë mjeshtrinë dhe artin e bashkëpunimit mes vete dhe e dashurisë mes vete, nuk do t'i kemi punë mirë as me Allahun xhalla xhelaluhu. Vështirë do t'ja dalim edhe në këtë botë dhe në botën tjetër. Vështirë do të arrijmë që të përmirësohemi. Vështirë do të arrijmë që të ecim përpara. Dhe gjitha këto na mundsojnë që ne ta fillojmë këtë ders me një pyetje madhore. Të nderuar vëllezër, shumë objektiva madhore, shumë kërkesa madhore të shariatit, fatkeqësisht për shkak të mosnjohjes së drejtë të tyre dhe për shkak të mos thellimit në kuptimet e drejta të këtyre objektivave, ne jemi sprovuar me sprovën dhe smundjen e quajtur formalitet dhe sipërfaqësi, sikurse kam thënë disa herë. Andaj edhe namazi është bërë më shumë formal se sa e ka aspektin shpirtëror, edhe agjerimi, edhe përmendja Allahu xhallahu ala dhe shumë ibadete të mëdha që padyshim shumë më të fuqishme kanë aspektin shpirtëror se formal, por ja që ne e kemi bërë të kundërtën. Dhe gjithashtu edhe në raportet mes vete, nuk kemi pas mundësi të shpëtojmë formalitetit. Do të jemi formalisht vëllezër dhe të lidhur mes veti, por jo që ndoshta e ndim në shpirtin ton lidhjen e fuqishme që Zoti xhallahu ala ka bërë mes neve. Dhe gjitha këto thash për çfarë arsye? Për shkak të mungesës së meditimit, të ulemi dhe të menojmë këtë që e kam safon, çka e kam në këto Allah? Ose ndryshe. Allahu xhallahu ala thot innamal mu'minuna ikhwa. Besimtarët dhe gjithashtu besimtarët, do thot i lidh në lidhje të fuqishme, besimtarët janë vëllezër mes vete. Pyetja që duhet t'ja bëjmë vetes tonë, a thua vallë, a je pyet ndonjëherë pse muslimanin e ki vëlla? Ti e din që e ki vëlla, ti e din që e ki të afërt, por a je pyet ndonjëherë pse? Pse është dashur deri në këtë nivel të lidhjeve njerëzore, të lidhemi ne mes vete? A ka pas mundësi të thotë Allahu muslimanët janë shok, edhe shok o boll? A ka keq me kon shoka? Muslimanët janë miq, edhe miq me kon, për shembull, ose ndonjë shprehje tjetër, ama e kanë ngrit në nivel të lartë, janë vëllezër, s'ka për të kësaj. Çka mund të jemi diç për të kësaj? S'ka më lart. Nuk ka asgjë më lart. Vëllezër, babë dhe birë përcaktohet në bazë raporteve tjera. E kështu me radhë, ndërsa vëllezër, lidhja më e fuqishme që kjo është. A thua vallë pse? Nga këtu mund të fillojmë që të kuptojmë drejt se me të vërtet mosnjohja e përgjigjes sa na pengon këtë botë. E mos lasim pastaj për mëtutje. Të ndërlozër, përgjigja e parë, të shumë të janë përgjigjet, unë i kam përmbledh 4-5, vetëm sa për ta provokuar meditimin tonë dhe mendjen që ta luftojmë formalitetin. Shikojmë a thua vallë pse Allahu xhallahu ala ka çfarë na lidhi mes vete. Andaj përgjigjja e parë pse na jemi kaq ose pse duhet jemi kaq të lidhur mes vete është për përmirësimin e veteve tona. Do thotë njeri ka nevojë për të përmirësuar dhe për të pastruar. Dhe përmirësimi është një proces i vështirë, nuk është i lehtë. I ngjan deri dikun, të ndërlozur, i ngjan deri dikun kujt? Pastrimi të durve, të cilat duhet të fërkohen fart në çështë do të më pastru. Deri dikun i përngjan procesi i pastrimit ton, pastrimit të duarve. Andaj duhet që shumë timi të lidhur mes vete që edhe fërkimi mos ta dëmton. Ndërsa fatkeqësisht mungesa e raportit të fuqishme po bën që edhe përgdhelja na dëmton, e lëre më fërkimi. Prandaj nuk ka proces të mirëfill të pastrimit nëse do të thotë nuk ka tolerim për fërkim derisa të pastrohemi.
Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpesh herë muslimani u ka sill shembuj të ndryshëm se çkafit i përngjan lidhja mes muslimanëve. Sa hadithe ka? Për shembull, shembulli i muslimanëve është sikur shembulli i ndërtesë. Shembulli i muslimanëve është sikur shembulli i pasqyrës. Shembulli i muslimanëve është sikur shembulli e kështu me radhë të shumë. Do të thotë shembuj të ndryshëm që na parafron, do të thotë vizualisht ta shohim ne si duket ajo lidhje e fuqishme mes neve. E në kodët të këtyre shembujve ka sjell pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shembull e pasqyrës, që kemi përmendur disa herë duke thënë el mu'minu kel mir'ati lil mu'min. Besimtari është si pasqyre për vëllain e vet. Për besimtarin. Pse e ka sjell pasqyrën të ndërlozur? Edhe këtu të më menu. Këtu të më menu pse na ka shembulluar me pasqyre. Ka shumë pika që normalisht e sqarojnë këtë hadith, por dua t'ua them se pasqyrja është ajo që të mundson të pastrosh dukesh mirë atë. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të ndërlozur fillimisht e ka sjell shembull e pasqyrës se pasqyra kur delsh para saj atë pastron me arrogancë dhe me dhunë apo në qetë dhe në heshtje. Qetë nuk ndëgjohet sado që t'jesh i ndyt, sado që t'jesh i parregulluar, apo nuk ndëgjohet britm e pasqyrës. Ajo heshtrazi tregon se kush jeti ato. Dhe kështu janë muslimanët. Pastaj gjithashtu të ndërlozur, shembull pse e ka sjell pasqyrën shembull pejgamberi sa për një tjetër është se pasqyrja nuk i tregon të metat e askujt pas atij që ka dalë përpara. A ka mundësi me i dalë ti pasqyrës përpara, apo edhe pasqyra me të tregu të metat e këshisë? Ti më net para pasqyrës, aja me të kallëzu ty që shdo këtë këshia. A ndodhë kështot? Jo. Edhe besimtarët janë kështot. Kur rrinë me zveti, flasin për të metet njëri tjetrit, jo për ati tretit. Ka si kështot e pasqyrja. Ndërzakonisht të ne është e kundërta. Kur rrinë me zveti, e përgdhelim dhe limojmë njëri tjetrin, por jo sinqerisht, fatkeqësisht. Ka shumë të syfatsi. Dhe nëse flitet për të meta, zakonisht është veta e tretë këtu aja që na flasin për te. Dhe këtu ja kemi huq shembullit. Ase pejgamberi po thotë shembulli është pasqyrja. Dhe kur del pasqyrja, ajo veç me ty flet, me asken. Dhe çka është e mira pasqyrës, se kur të largohesh prej saj, vjen tjetër në radhë, ajo flet me të thu se s'ke qenë ti para tina apo. Edhe na këtë problem e kemi para se gjithashtu rrin me diken, posa të largohesh, tash dikush tjetër i del përpara, flet për ato që ke para tina. Pasqyrja se ka këtë rang kështu apo. Ajo s'bën kështu apo. Pasqyrja tregon kur je ti vet, posa u largove, a mbetet ndonjë gjurmë pasqyre të njollave tua? Absolutisht, subhanallahu. Kur të vjen tjetri më u këshyr në pasqyre, është e pasre kulluar, asë një shenjë të metave dhe të njollave tua nuk e lën. A jemi ne kështu? Prandaj ka thonë sikur se pasqyrja, për këtë arsye po them, duhet me menu më thellë. Pse ka sjellë këtë shembull? Nga se ne jemi pengesë për një tjetrin. Në qëse nuk funksionojmë sikur se këtë e bën pasqyrja. Gjithashtu të ndërozër, komenti gati, i gjatë, i shumë porosive që dalin, nuk është sonë të komenti këti hadithi, por sa përsërim të pikës së parë. Pse? Thash për të pastruar, e nuk ka pastrim pa fërkim, e për të fërku farte mu pastru, duhet veç shumë mu dashtë, se ndryshe se bam një tjetërin. Andaj ka sjellë shembull e pasqyrës për treguar se si funksionon procesi i pastrimit. Në pasqyrë nëse në sabaj e dali pa krehun, në sabaj e dali në pasqyrë me njolla dhe i pa e kurosur dhe e ka tregu, dreqe pa këto, dreqe pa kështot. Sidoqoftë je rregullu dhe pas dite je dali në pasqyrë i rregulluar, atë qet me versionin e sabahut atë akşamit pasqyrja. Me cilën version paraqet? Me ato të akşamit. Ndërsa tek ne prapë është e kundërta fatkeqësisht. Dikush ka bënë gabim të kaluar, e ka bënë lëshim, dhe tash ka kaluar, ajo është përmirësu, dhe nuk është më ai që ka qenë, por na prapë e kçyri me atë të kaluamën, jo me tashmën fatkeqësisht ato. Duke e bërë peng të gabimit vazhdimisht sa të gjallë, po thu se ky njeri kur s'u bëhet më i miri apo. Po thu se ky njeri e njohim një njeri që nuk është fal kur na e fal. E njohim një njeri i cili ka bën mëkat kur na s'ka bën mëkat.
por tash ai falet, por tash s'ban mëkat mo. Por disi ajo fotografia të kaluarës na mban gjithmonë peng, po veç kur kun falën ky s'u fal atë. Po mos e kçyr me të kaluarën. Ka mundsi ta ka kalu pe matë ky njeri me sinqeritet e me ibadet e me kështu me radhë. Prandaj të shumë të janë të ndërlozur porositë e pasqyrës. Prandaj na duhet vllazëria e Islamit, na duhet lidhja e fortë që të funksionojmë si pasqyrë pikërisht sikur se na deshi Allahu xhallahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe për fund të ndërlozur pasqyra e ka një po them kushtimisht një tmet. Po pozitivisht e ka një tmet. Cila është ajo? Sa ma e mjegulluar që është, ma pak i qëtmetat. Sa ma e kristalizuar është, ma mirë i qëtmetat. E qëka i bjen kjo? Se sa ma te përkshilojmë me zveti, ma shumë duhemi. Apo? Shen e mjegullimit të raporteve është kur ne ja bëjmë qefi njëjnë tjetër. Mashallah, te Allah të rujt, veç për para. Apo? Kja është mjegullim. Fatkeqësisht mjegullim. Nga se duhet me e lavdru diken, duhet me jadon për krah, normal kush bën mirë, po në qofë se din se ka shkele dhe gabijen, pëse nuk ja thonë suja pëtë? Kjo për shkak se sina pasqyre, jena diçka tjetër, për këtë arsye. Ande kursimi pasqyre, nuk mund me përmirësu një tjetërin. Kur nuk kena mundësi me përmirësu, janë zojna u dhe një tjetërin, i dolin për para, dhe nuk mund me jesë për para. Prandaj, të ndërvëllezër, pasqyra në mëson sinqeritetin, pasqyra në mëson vërtetësin, në mëson dashurin, në mëson respektin, ndërsa mungesa e këtij shembulli në raportet tona, fatkeqësisht e instalon dyftërsin, hipokrizin, e instalon mashtrimin dhe rënën e të tjerat me radhë nga smundja e shoqërisë. E ta shtypi të vetën tënde. Dyftërsia në shoqëri, a është pengesë për me lullzu, apo është një element i rëndësishëm për me lullzu? Nuk kena mundësi me përparu pa dyftërsi. Nuk e thot feja kështu as mendje e njërë as askush. Prandaj, Allahu xhallahu ala të ndërlozë ka kërkuar për neve që t'jemi të lidhur fart, për shkak se na jena pastrim për njëri tjetrin, na jemi pasqyra, e të mjegulluar, e të llastuar, e të ndihshëm shumë, nuk ka mundësi ato. Prandaj ka sjell këtë shembull. Kjo është përgjigjja e parë. E dyta, pse na duhet një raport kaq i lartë, pse duhet lidhje kaq e fuqishme? Të ndërlozër, njëtë në rrugtimin e tij ka Allahu xhallahu ala. Ka të lashë, nuk ka letë, po nuk ka letë. Një nga sprovat e udhëtimit për tek Allahu është të goditurit me plagështi. Dyqysh si që shke mirë me vullnet e me ambicja, vinë do situata, vinë do rrethana kur je i plagsh, se ki ma atë vullnet, se ki ma atë ambicje, se ki ma atë elan që e keshe, dyqysh po falesh, po nuk është ai shpirti i kaluarës e kështu me radhë. E ku është rimbushja? Ku është fuqia? Po ta i vllau tjetër në saf, se si u qënë Allahu këtë muslimanë për njerë plagështin e këtë smunë në vënë. Dikujt ja qënë plagështin e dikujt kur ta qënë ty që atër e shnosh ata pëtën. Që t'jemi gjithmonë pasqyre për një tjetër. Prandaj edhe sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të ndërlozër, ata i ka godit plagështia, ata i ka godit nga njëre të angazhimi për këtë botë dhe mungesa e pritimit. Po ku kanë shku? Kanë shku tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj kështu kanë thonë edhe të hershmit. Madje Ibn Qayyim rahimullah thot, kur na goditshin sprovat, telashet, plagështia, thot shkonim tek Ibn Taymi, tek hoxha i tyre. Thot dhe vallahi si uleshim tek ai. Si uleshim tek ai, na rikthei elani dhe energjia, pothuajse nuk patëm asgjë. Për këtë jemi, për ta përkrahur njëri tjetrin, për ta luftuar plagështin, kur unë e lodhem ti me vullnet, e kur ti rëzosh e unë të kapi ty, që kjo është e që na duhet. Nuk mundemi të funksionojmë kështu përveç në këtë nivel të vllazërisë. Me kojshillak, me miqësi, me shoqni, s'shkon kjo. Kjo shkon veç me vllazni. Pra ne duhet vllazëllëku për ta luftuar plagështin, për ta rikthyer elanin dhe fuqinë, për ta rikthyer energjinë që na duhet për të vazhduar më tutje. Nga se e keni pa, çdo pajisje në këtë botë,
Çdo gjë në këtë botë, sado që t'jetë e sofistikuar, sado që t'jetë e mirë, ka nevojë për rimbushje. Gjithçka. Dhe e keni pa i telefoni i shtrejt, sado që të është i mvarur nga një kabull, ai i lirë është, po s'ban pa ata, që s'mushet. Andaj mund një vllai të më kundërshta jo nivelin tonë të dijes të pasurisë, po tek e fundit mund më kon çaj kabulli. Do të nuk është me vlerë sipas teje, ama është i domosdoshëm për rimbushjen tënde. I domosdoshëm. Prandaj edhe makina, sado që një kerr i mirë, sado që është i mirë, mushë deri në fund, ka më çpraz në herë. Ka me pasë për pompë të radhës kur rimbushet. Gjithë shkafi ka qështu, edhe ti. Ndërsa pompa e rimbushjes tënde, të zemrës tënde është, qaj në saf që e ki për para, qaj. Aj duhet me pasë këtu, që ata është i rëndësishëm, që ata duhet shumë, se pa ta s'ka rimbushje. Jetë zbrast, fështirë është më u rimbush. Prandaj na duhet njëri tjetri, na duhet raport i fuqishëm, nga se e rimbushim. E në qovë se nuk ka vëllazëri si duhet, tash po flas në kontekst negativ të kundërtin, nuk ka. Atër jo që nuk e rimbushim, po dha të mbushje që kemi ja çprazëm një tjetër. Fatkeqësisht apo ndodh më uzbraz, nga nësa energjiki për një punë, vjen një musliman, nga zilia, nga hasedi fatkeqësisht, ta zbrazë energjin, du të nervozu, e tu të ngarku, e tu të shqetësu që mos me qenë përmendja Allahut dhe sabri, Allah le ma këshëmu të namazën me e falë apëta. Fatkeqësisht ndodhë me të zbrazë nga energjia, që fatkeqësisht duhet me lujtë rolin e kundërt apëta. Prandaj, edhe kjo është përgjigja e dytë të radhës. Pse? Po për rimbushje, për luftim të plagështisë, për rikthim të elanit dhe të energjisë, për këtë arsye. Për këtë arsye Allahu ta ka bëu që ato nga te vëlla, për çfarë arsye ato? Përgjigjja e tretë të ndërlozur është pse kjo lidhje ka qenë fortë. Allahu te bareka ve teala të ndërlozur e ka zbrit këtë fe. Dhe këtë fe e ka zbrit me dijen e tij, dhe me urtësinë e tij, dhe me mëshirën e tij. Dhe kjo i bie se kjo fe nuk ka të meta, kjo fe nuk ka mangësi. Mirë po, në rrafshin njerëzor, Allahu xhallahu ala pasues të kësaj feje, i ka bërë dëshmitar të kësaj feje. Prandaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i edukoi sahabët e tij dhe i lidhi me zvete. Sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam a prezantojnë anën e ndritshme të kësaj feje apo e kanë errësu këtë fe? A është marrë me fol për sahabët, a mburremi na shoqër që i kemë se shumë ditë ku me kthy shembull në Islamit? Sahabët janë mburrje. Ku do që t'jesh, në çfarë do veni që t'jesh, në çfarë lloj takimi që t'jesh, nuk ke për çka mu kompleksu kur e përmend bujarinë e Abubekrit, e as trimin e Omerit, e as turpin e Uthmanit, e as mençurinë e Aliut radhiyallahu anhu me kështu me radhë. Shtir. Bota mahnitet me çfarë bën ata. Edhe u mahnitën. Çfarë tha Abu Sufjani? Kur i pa në Medinë, ende musliman s'është e bërë. Tha Abu Sufjani, unë kam hitë tek mbretët, tek kryetarët, e gjithë shka kom pas mundësi me hyjë, se ka qenë njëri, do thot me pozite, ka qenë njëri shetitur në përbot. Ato nuk kam pa respekt dhe kam pa me të vërtet gjërat ndryshme. Mirë po, kësi dashuria dhe respekti që këta e kanë me zveti dhe ndaj Muhammedit sallallahu alaihi wasallam në kur s'kom pa. S'kom pa kështu kur. Pa mundshme kjo punë. Pra i shikoj sahabët, po thua se nuk janë të tokës subhanallahu. Po thua se nuk janë dheut, po thua se kanë pi ujin e kësaj bote. Diçka tjetër. Na ashtu mendojmë. Të kësaj bote në vallaj, të kësaj toke janë, këtë ujë e kanë pi. Ky qiell i ka strehu. Dallimi është një vetëm, ndikimi i kësaj feje të ata. Prandaj na duhet uniteti, na duhet dashuria, na duhet respekti, për të reflektuar imazhin e kësaj feje. Se kjo fe të bashkon, se kjo fe të mëson më u dasht, se kjo fe të mëson më u mëshiru, se kjo fe të mëson më u fal e kështu me radhë. Se kohë të mundemi ne të mbajmë ligjërata të shumta për tema të ndryshme, në qoftë se praktikisht i shkelim ato.
S'ka dobi. Nuk ka dobi. Prandaj të ndërlozër, kush ka mundësi pas njerëzve të prishur dhe të devijuar të ndryshëm, të cilët nga xhelozia dhe zilia mund t'i shajnë sahabët, por një njeri i mençur dhe i urtë, i zhveshur nga ndikimet e epshit dhe inatit, mund t'jetë edhe jo musliman. Le të lexojmë për sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe do të shihni çfarë do të thotë. Dhe kanë thënë fjalë të shumta, sikur të thanë edhe për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj të ndërlozër, Allahu xhalla xhelaluhu na ka bërë dëshmitar të kësaj feje, sikur se tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo është përgjegjësi e madhe. Çfarë tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Tha antum shuhadaullahi fil ard, jeni dëshmitar të Allahut në tokë. Ju dëshmoni në tokë për Allahun, me fjalët e juaja, me sjelljet e juaja, me raportet e juaja, me rahmetin e juaj, me bujarinë e juaj, me mirësinë e juaj, jeni dëshmitarët e Allahut se ai ka bo mirë që ka zbrit këtë fe. I ka bo mirë njerëzimit, nuk ka nevojë Allahu për dëshmitar. Mirë po, neve na ka bërë për të na ngrit. Ne jemi dëshmitarët e pejgamberëve të Allahut azza wa jall për saktësinë dhe vërtetësinë e misioneve të tyre. Prandaj apo sillen me këtë përgjegjësi. Pas kësaj të ndëzër, çfarë mund të jetë shkelja e dikujt ose gabimi i dikujt, që dikush me lehtësi ta gjuan dhe ta hu dhe ta përbuzë një musliman, mos them ta vran ose t'ja dirë gjakun. Prandaj ka humb kjo vlerë. Andaj na duhet përgjigja pse duhet të jemi mirë mes vete, pse duhet ta dojmë njëri tjetrin. Përgjigja e tretë është për të prezantuar bukurinë e kësaj feje. Nga sa Allahu thot, ai është, shikoj Allahu çka thot në Kur'an. Ai është i cili alafa baina qulubikum, ai është i cili ka lidh me zemrat të juaja. Walau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim. Po të shpenzoje para, krejt që ka kanë botë, ari dhe argjend dhe margaritar të shumë, krejt me i pashpenzu, me i lidh dë me zvete, që që i ka lidh pejgamberës me këtë fe, kur s'këshe mujta. E pa mund shme, nuk lidhë njerëz me para, që se lidh me para, shpejt demaskohen. Shikaj e dashurin e sahabë me zvete, ata që u edukuan në durët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, shikaj atë respekt, atë sinceritet, a është e mund shme, me para dunjes me u boja, kur vëllaj, veç në emën besimit, në emën të fjallës, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Prandaj, ne jemi dëshmitarët e vërtetësisë e këtij misioni. Ne jemi dëshmitarët e sinqeritetit dhe vërtetësisë e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. E dëshmitarët duhet të dëshmojnë drejt, duhet të dëshmojnë sinqerisht, përndryshe bie dëshmia e tyre. Prandaj, na duhet lidhja e fortë mes vete, na duhet dashuria, na duhet respekti, na duhet uniteti, për ta reflektuar drejt ndikimin e mirë të kësaj feje, nevojën që e ka njerëzimi për këtë fe, madje domosdoshmërinë e praktikimit të kësaj feje nga ana e njerëzve, nëse dojnë të jenë mirë mes vete. Përgjigjja e katërt është, na duhet vllaznia, nga se na duhet raporti i mirë, na duhet ajo që po kërkojmë përgjigjen, na duhet për ta plotësuar ibadetin e Allahut azza wa jall, adhurimin ndaj Zotit azza wa jall. Sa ibadetet të ndërlozër janë të kushtëzuara që të jena bashkë, nuk bën ndryshe. Në qoftë se nuk janë me një vend bashkë muslimanët ati veni, nuk falet gjumaja, s'më falet dama, du të bashkë marë më falet ato. Gjumaja bjen, apo pastaj qysh hinë Ramazani, pas kër musliman bashkë hinë Ramazan, si kurse ka thënë pejgamberi s.a.s. E saumu, jau me jesumu nësë, agjerim është që atë ditë kër njerës agjerim, bashkarisht hinë dhe bashkarisht dalim. Haji, si bëhet? Hashkë bën haqë që tash, s'ka kërkush, as në Arafat, as në Mina, shlire ki, pa në gjithë haqë, ja, s'njen me kalablag du të më bëj haqë ato. Bashkë, prandaj është ibadet, adhurim dhe Allah Gjellat jemi të lidhur, dhe nuk mund t'i arrim ato shpëlimet të mëdha që Zoti xhallahu ala i ka caktu për ata të cilët janë të lidhur mes vete pas në këtë mënyrë. A ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
ditën e gjykimit do të jenë disa njerëz të ulur në koltuqe nga drita, fi manabir min nur. Para ndonjë ndrum, koltuqe nga nuri, nga drita e Zotit azza wa jall. Në koltuqe të ulur nga drita. Kush janë këta njerëz? Yaqbituhumul anbiya wa shuhada, wa marrin lakmi pejgambert edhe dëshmorët shahidat. Çfarë grade, çfarë nderimi këta njerëz? Me çka e kanë arritur? E pyetën kush janë ata ja Rasulullah, kush janë këta burra? Tha ata që janë dash për Allahun azza wa jalla. Janë bashku për hir të Zotit. Andaj kjo është ibadet i madh. Nuk mundesh me arrit vet, nga se ty e dash vetveten, s'çon Allahu në xhenet. Jo, me dash vetveten mund të shkon në xhenem. E nëse energjinë e dashurisë që ja kena kthy shpesh herë vetvetes, ja japum vëllaut ton saf që kemi, çon Allahu në xhenet. Të ul në koltuqet e nurit, të asaj që lakmojnë pejgamberët dhe dëshmorët edhe burrat e mirë. Prandaj, me çka e fiton këtë Allah? Me çka e fiton? Për këtë arsye, a nuk erdhë? Ai njeri as emri si dihet. Ka mos pajtim filoni fistik, po si dihet emri kush është ai vëlla? Erdhë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha: "Ya Rasulullah", erdhë dhe lot i rrjedhshën faqe vëlla njëve. Dhe tha o zërguari Allahut, tha, unë po qaj se u knaqen këtë dunja me ty të këshyra, të nejtë me ty. Unë u knaqen edhe me Bubekrin e me Omerin, vallaj, shpirti po më knaqet me juve. Tha të mirë po e di që shpejti ka më në datë dunjaja me zvete. E ti ja Rasulullah naltë ki me konë, edhe këta i merë me vete se këta i ke pas shok gjithë nga të vete. Tha të unë nuk di ku është halli jam. E po qaj për shkak se kanë frikë, do të ndajme nuk të shoh më kurrë. Subhanallah. Çfarë tha pejgamberi sot? Me çka ngushllaj? Ai tha po lodhu tash falu pak më shumë, me çka ngushllaj? E di që se ky se ka këtë problem, po njerëz dallojnë Allah. Tha në të kuptim diçka, çka ki? Thot unë e dua Allahun dhe pejgamberin atë. Tha unë vallahi ju du ty edhe Abubekrin ju du për i Zotit me dashni. Tha pejgamberi sa anta ma man ahbabt. Ki me kon me çta që po i don, s'ka me dall Allah për ty natë. Andaj, subhanallah, se kemri me do punë, duj të mirët. Dëbën Allah me ta. Sikur se ka thënë Imam Shafiu, rahimullah. Ka thënë Imam Shafiu, uhibbu s-salihina wa lastu minhum. I du burrat e mirë pse s'jam për tyne. Shpresoj që dashuria ndaj tyne më mbo bashkë me ta nesër atë. Ata i duj të mirët. Sa të fatkeqësisht të mirët, xhelozohen, kanë zili, flitet për ta kështu më radh. Po ti i shkret, me ta ke shans me kon bashkë. Me ta ki shans me kon nesër. Në qofë sa ofendohen dhe shanë ulemat e fesë, djetarët e fesë, e me kënë ki me kon nesër, Allah, me kënë ki me shku nesër. Ose ata që i shajnë sahabët, e me kënë ki me shku në gjenet pa sahabe, po a shku në gjenet pa sahabe. Andaj, dashuria nda njerëzët mirë, lidhjen me zvetet, të nërëzë është ibadet, i cili kompenzon shumë ibadet që ne i kemi me mangësi, e të shumë të në to. Prandaj ulja në koltuqe e të qëndruar me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me sahabët e tij kështu më radh është për kanë për ata që i kanë dashur. Por jo veç kur janë përmend i ka rënë mend për ta, po i ka dashur, ka jetuar me ta Allah. Ka jetuar me ta. I ka përmend me të mirë, i ka lavdruar e kështu më radh. Dhe gjithashtu e fundit si përgjigje në këtë pyetje, sa na duhet neve tjetëri? Sa është më rëndësia i nga te e qërë, sa është më rëndësia? Të duhet dhe ndëruar se pa të s'ka në gjenet me shkuartë. Pa u dash s'ka gjenet. Nuk ka gjenet me urrejtje, harroje. Nuk ka gjenet me hakmarje. Nuk ka gjenet me zili. Nuk ka gjenet me armitsi, nuk ka. Nuk është gjenet i jemi unë spedali. Por kështu ka thënë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Në një hadith që e transmeton Buhariu dhe Muslimi, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam thotë: nuk keni me hinë gjennet pa besu. Besimi, që është me hinë gjennet dikush, së beson gjennet e me hinë gjennet. Normale kjo po. Thotë, po nuk keni me pas mundësi me besu, hatta të habbu, deri sa mos të duheni me zvete. Do të thotë, dashuria është shenjë e besimit. E besimi është leje me hinë gjennet. Që kjo është lidhja fuqishme me zvete.
Nuk ka besim, unë e besoj vetë, punë e emër besimi, ama unë e këta si du, kështu s'ka. Që ky besim ka me të shtime i dashita. Dashta. Në qoftë se besimit në Allahun Azza wa Jall nuk t'i ka bëu të dashur edhe besimtarët njëjtit besim, diçka nuk ka rregull. E pamundshme është. Nuk është e mundshme. Për këtë arsye të duhet vëllajët, nëse me to kemi në xhenet Allah. Po me to kemi me kanë në xhenet. Me to kemi shku në xhenet. Paramendoj atë hadithin që kemi përmend. Muslimanët edhe kur kanë mos pajtime me zvete, apet rrinë bashkë ato. Madje në hadithin që e transmeton Hakimi në Mustadrekun e tij dhe shumë ulema bën hadithin e vërtet, hadithi i njohur i dy të gjynzuara për Allahut Azza wa Jalla. Dy të gjynzuara për Allahut Xhallahu Ala. Ky i ka bë pa drejt këtina, dhe ky tash pia kërkon kompenzimin, se si ka lyp halal në këtë dunja. Po Allahu Xhallahu pe din që ky s'ja ka bë me qëllim. Pe din që ky ka dashur mi kërku halal, po si duket s'ka pas rast. Kryesorja Allahu pe ja din gjendjen e këtij që po e arsyeton. Por këtij duhet më ala hakun. Dhe Allah kërku si bën pa drejt. Dhe duke kërku ky hakun i pari nga ky që e ka hongër hakun, Allahu Xhallahu Ala thot pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, në xhenet ja shfaq do pallate të papara më herët, të pa imagjinuara, bukuri mahnitse. Dhe ai duke shikuar ato pallate habitet nga kërkimi i hakut, thot ja Rabb, ato Zot, limen të kujtë që tu. Kush i ka çto Allah? Kujtë që ky. Para në ky poshe jashtë xhenetit, po çka kombrana kur të njëri Allahu e bofta. Ky është mahnit umet pa tekst, si shikues i jashtëm. Dhe po kthyn pronën e huaj. Allahu Xhallahu Ala i thot, kjo është prona e atij që ka pagu çmimin. Ka një rreve ka pagu çmimin të tij është apo. Normal. E tash ky spinatet kurreshtja, po thot, e cili është çmimi o Zot? Tash sa ka pagu ky? Thot çmimi është mja fal vllau tonë, bëni halal ta dhon. Çikaç. Futan në qoftë se afale e do një vëlla musliman. S'ka pallate pa dashni apo. Me urrëtie nuk ka. A keni lexuar dikun hadith që në xhenet njerëzit gjithkush vin ka idera vet. A ka kështu? S'ka kështu. Ngritet flamuri i umetit Muhamedit alayhis salam apo krejt umetit i rrethinen. A janë këtë bashk. Kush hini pari në xhenet? Umeti i Muhamedit grupi umeti. S'ka më detinaj një herë se unë s'himas të janë. A ka kështu? S'ka kështu Allah. Edhe një troh në qoftë se ju ka mbet nga ato dunjallokut, është një ujë të ndërlozër i fundit para se mi në xhenet, atje pastrohen tërësisht. Edhe s'ju mbetet asë një lloj zilije, asë një lloj smiras, asgjë. Hynë të pastër në xhenet bashk. Prandaj na duhet që nga këto të fillojmë pastrimin, që t'ja lehtësojmë vetës në pastrimin që vije në botën tjetër. Nuk bëhet vetë, bëhet bashk. Prandaj tash të nderuar dhe motra, të shumë të janë përgjigjet, por unë preferova këto 5 që të na provokojnë edhe do të thotë meditimin ton, por edhe të na provokojnë gjithashtu edhe angazhimin ton për të përmirësuar raport me vetë, që të kuptojmë më seriozisht se shumë mashtrajt kushton një vëllai jote se çka ka marrë mendja atë. Baja që mashtrajt është. Dhe këtë çmim nuk po ja japim na njëri tjetrit. Po ja bëjmë çefin. Por këtë çmim ja ka hap Allahu Azza wa Jall njëri tjetrit. E kur bie fjala tek ato që na lidhin me zvete, janë 3 lidhje të fuqishme. Në qoftë se jemi të kujdesshëm, do thotë sikurse një fush e madhe e gjerë e ka nevojë më rrethu. Apo e po e çuksut rrethoja e unitetit ton. Dhe gjithashtu fusha dhe dimensionet në të cilat duhet të jemi shumë të kujdesshëm për ballin e tjetrit. 3.
dimensioni I parë është dimensioni shpirtëror dhe I brendshëm. Në këtë dimension kontrolloj veten tënde. A është ky dimension I brendshëm duke funksionuar si duhet përballë kësaj që thamë më herët? E çka është e brendshme? Dashuria është e brendshme. Mendimi I mirë është I brendshëm. Me u gëzu kur ai ka punë mirë është e brendshme. Apo shikoj për shembull kur dikush Allahu po e begaton me një begati. Allahu po jep një mirësi. Dhe ti po nin për këtë. Qysh po funksionon e brendshmja? Nëse dham problem është ato. S'bën me dhimbje. Nuk guxon me dhimbje. Nuk guxon se për shembull ke pa çdo smundje atë apo dham çto po, vallahi problem. Nuk u dosh me dhimbje ato. Se si dham kancer është. Ose është kjo. Jo s'po më dham. Shtum, që kjo s'ka ka kryesore, tjetë ma ka laja bojmë, po? E edhe më po dëvës, a të dham në herë kur dikush I ka punë mirë? Nëse dham, valla ke që I kena punë, zban me dhimë të. Duhet më gëzu. Duhet më gëzu, nga se kjo është e mrendshme. Duhet më gëzu, kur dikush po përparan e pojes, alhamdulillah. Kur një muslimani ka punë mirë në familje, në shoqëri, në autoritet, në punë, në mësime, alhamdulillah. Madje kur nisë ka mirësi, reflektimi I shëndosh është më qumi animu me dua. O Zot ruje se ka një hasegji, ka mundësi e prish. O Allah ruje apëtën. Nëse qështu të funksionon, shnashësh, s'ki kancer, mirë është. Në I flamë të rokën, në I grep ka herë, normal është, ama ato të mohat s'janë apëtën. A në qofë se ka dhimbje, ka kopraci, I qënë durët me bodo po I dhimet, me bodo të është ka ma ka përcen mua, ama s'do as po bëjt, kjo është kancer, kjo është smunje, kjo është e keqe e shëmtuar shumë apëtën. Apo, andaj ka do njerëz gjithë kushen gjë vetën e vetë. Po këqën atje, apo dhimet lutja për Allahun tënë. Në madje në që ose janë një fushet caktume të punës ose me thonë o Allah, që ati bereqet, që I hajra ati në pëtën. Apo kur bën doa për ojtë o Allah, që më bereqet mu, është të një natyrshmëri, po thuj për Allahu tënë, për vete, apo duaja I dhimet. E qka jep ma shumë mas saj kur doja dhimet Allah? Qka je ga që me jep mas saj në kur doan se jep? Andaj, fushë e parë që këqyre, dimenzioni I parë është, a I brendshëm, I gjendjes të brendshme përballë Allah të në motrës të ndë. A ka gëzim, a ka dashuri, a ka rahmet, a ka dhimbshmëri. Kjo është e që kërkohet. Gjithashtu, e që është më të mrenshme të nërëz është edhe me të keq me bu më sprovu. Edhe në qofë se sprova është e natyres se do është ta mëkatit, rëshqitjes, më të dhimt se, subhanallah, qka e gjetë më rëllo mirë kja, sa mirë ka të shku, o Zot, o Zot, drejtoje e kështë më rëllo. Për muslimani nuk gëzohet në fatkesin e kërkujt Allah. Nuk e gëzon muslimanin gjunahi kërkujt. Nga se ai që ka bu gjuna, kënë e ka idhnu. E ka idhnu Allah në Azogjel. E tja po gëzosh që Allah idhnua. Andaj pse po gëzosh me idhnimin Allah Gjellewala? Ose e kundërta. Ose I kundërta. Me u hidhëru me devotshmërinë e dikujt. Filoni, mashallah, kishkon. Po veçaj. Kjo dhimt. Kjo është shaj që po dham. Apo, nuk bën. Se ka dikush një 2 herë 3 herë I pështon dora se qëtë, po nëse e ka mrena, ka me e qitë aftën. S'munët, nga se kjo se manë aftën. Prandaj djetarët kanë thënë se njërës I msheft mas gjuhës e ti aftën. Aje manë e mshefët aftën, po nuk ka qore kjo gjuhë pa e poshtnu aftën. Kjo gjuhë e demaskan, e qëtë. Prandaj regullet mrenshmën, kur s'habitësh në guhë aftën. Kur s'habitësh, gjithë të ush mirë. Andaj, dimenzioni I parë I lidhjeve tona ose I manifestimit të shëndetshëm të raportit mes vetë është rregullimit brendshmës. Gjithashtu I dytë është dimenzioni I gjuhës. Çka nuk kupton dimenzioni I gjuhës? Duke fillu prej selamit. Kjo është një shenjë se ne kena marrë vesh që është me konë mes vete. Ndërsa fatë kësë ka njerë të sëllet, të parën që e fillojnë, është shkëputja e selamit. Aja është e fundit.
nuk jep selam vëllaut vetë musliman atë. Për çfarë arsye? Po themi kushtimisht që ka gabim. Po themi kushtimisht që ka rëshqitje. Po ajo duhet mas pari me i tregu që njërë nështë asë nuk e din ku e ka rëshqitjen. Me i tregu që ishtu ke gabu, me ndërman masat, me bo sabër, me bo doa, me e këshilu, me e dërgu këtë, krejtje ndërmarë, pas taj në fund e rishikojmë dhe e shqyrtojmë se mos zval i bën dobi dhe selamës më japër, nështë mos i bën dobi, nëse zbën dobi, zbën me nalë selamin. Nuk di me qëfar feje do njerës, me qëfar mësimi, me qëfar djetarë që kanë kuptu, që mendojnë se shpreje e mos pajtimit ndaj dikujt është me nalë selamin. After. Kur ka ndodhë kjo, after? Me cilin mësim është kjo, me cilin feje është kjo. Andaj duhet thëmë që aspekti gjusor, selami. Nëse si në të gacim, selam me dhonë, që kam masaj i gacim o për ta? Ai njëri që ti nuk je i gacim me i dhonë selam, mas kësaj s'ka vlerë për të jopë. Absolutisht, me e pa dhe tu shkel, e tu nërydhë të zdhimet, ka se tu ka dhim selami, që kam masaj? Prandaj, pejgamberi s.a.s. ka thënë në këta ditin që ceka, nuk ka xhenet pa u dasht, pa besim. E nuk ka besim pa u dasht. Ka thënë, a dëni mi mësu diqka që në qofë se e bani qpesh duheni? Ka thënë qëfar? Efshu selam e bejnekum. Përhapën i selamin. Përhapja selamit, përhap dashnin. E po, shkputja selamit, qka bën? Përhap urrejt dhe armitsin. Shumë matematike thjeshtë. Pra e dikush si kurse me pas qef, subhanë dhe me pas urrejtje. Si konvenën dashnia do njerëzve. I pengan dashuria, i pengan respekti. Jetojnë shëndash në thojza në njën e urrejtjes. Sa ma shumë urrejtje, aj ma takva do këtë apëton. Kësë di me qëfar feja kjo, nuk di kjo me Kurane, me Sunet, kjo sashtë, 100%. Në liber dikun që se kanë gjithë, kjo është diqka dhe, po me Islam kjo sashtë. Nuk jeton njeri në njën e urrejtjes, dëshires për hakmarja, dëshires për mposhtja, për rëzim. S'ka nuk shtë pejgamberi sa sërë me armisht e vetë, Allah, jo muslimat me zvete. Ku është aja djenja e besimit? Aja që në lidh një sen me zvete. Pas në qofë se ka dalë jashtë asoj vija o diqka të të, po edhe atje me e qitë, jetë njerëzimi, Allah. Jetë njerëzimi. Të ndërlozër, ka qenë thatësi në Mekë. Thatë Mekë ka qenë. Kanë luftu me qka kanë mujtë pejgamberin s.a.s. E kanë përzonë, ja kanë marë pasurin, ja kanë vëra shokë të vetë. Qka s'kanë mujtë me boj, kanë bo. Dhe tash, thatësi. Ebu Sufjani po vjen në Medine. Kjo është e madhe, Allah. Ebu Sufjani i dhujtarë, që 20 vjetë për e luftan pa ndërprej pejgamberin s.a.s. me këtë qka ka. Po vjen me i kërku ndihmë. Fukarë dhe ke madhë, bukë s'kene me hongër. Dhe pejgamberi s.a.s. po i ndihman, apo i aqilë rrugën e tregtis. Këse kjo është njeri, Allah, ta është në gazep. Nuk shkelmohet njeri për sërati, kjo është regullë i traditës tonë. Ama njeri kur zhvesht edhe nga feja, edhe nga tradita, edhe nga kultura, edhe nga gjithë shka, pastaj e humë gjithë ndjerin fatkecisht. Pastaj mbi gjithë e imi njerëzë, Allah. Nuk gëzojme me fatkecin e askujt. Mund të kemi me dikanë mos pajtim, por në që dhe sëpravohet, na duhet me ndihmu. Ibn Tejmi rahimullahu sëpravu, pat nga armisht në laj që të dhanë dekret mu ekzekutu kë njeri. Dekret kanë nënshkru, duhet me mytë se kjo është armik i fesë. Qështu kanë duhet në vakti. Kur vdit që kë njeri, që kjo që ka nënshkru dekretin e vrasës dhe të ekzekutimit, diq, erdhen mi thonë Ibn Tejmis, shkaj armiku i Zotit? Kush shkaj, që ka ndodhi? U dek filoni. Ka thonë, po gëzohen me vdekin e njëri që ka pas musliman që kanë pas hajrëna? është ngritë, është shku të familja vetë. Ka shku të gruja ti, të këthëmija ti. Parëno kë njëri që ka nënshku dekret për ekzekutim. I ka thonë, e keni hup një njëri, Zotja u ka marë, së në nali. Pe i sot, unë jam baba, i hup kujdesari ju vopta. Unë e komu kujdes për juve së da. Këta e njerës të mdhaj, Allah. Këta e në që jetojnë për Allahun Azogjel, që jetojnë për vetët, për inatë të vetë, Allah. Po kjo është e mranshme, fuqeshme, që te i kalan vetë vetën edhe inatin.
Prandaj mi thon njerit, shika i cili ka skalon mund pa e shpenzu për me të ekzekutu. Familje zëtë mi thon, unë jam sot ventina, s'keni me vret mungesën pos njerin se keni apo. Kjo është e madhe vëllai. Do sot dikush as minimumin e kësaj se ka. Apo shprehje arrogante, sjellje të njerëzve të rrugës fatkeqësisht, jo të atyre që spaku dy sani ka mësuar pe kësaj feje apo. Nuk na ka hije. Nuk na ka hije nga se na ka mësuar ndryshe Allahu xhallahu ala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj dimensioni dy gjuha, selami, pastaj gjithashtu nga ato është kur thot alhamdulillah, yarhamukallah, Allah të mëshiroft Allah jam. Apo shikoj çfarë lidhje. Pastaj me e këshillu për të mirë, pastaj me mësuan nëse s'den, me gjuhë, ose urdhni për të mirë, ose ndalimi nga keqja, ose me nal gjuhën mos me përgoju, mos me bajt fjalë, thashë thëmë, mos me shpif, dhe në fund me bëu dua për të. Gjitha këto janë ato që e prekin dimensionin e gjuhës. A je me gjuhë i lidhur siç duhet, me të mërashmën e pam, e me gjuhë. Dhe dimensioni i tretë, dimensioni i fundit personte, ai që ka të bëjë me aspektin material. Apo edhe këto në dimension që duhet me kontrollu. Dimensioni jo vetëm ai material në kuptim të parës, po në kuptim të përfitimit dhe dobisë të ndërsjellët mes vete. Çdo kujt Allahu xhallahu ala i ka hap diçka që si ka hap tjetrit. Nga se kjo është urësia Allahu që mos lëkon një njeri pavarur për këtëve ato. Këti kaj, s'është e mundshme. Ai pejgamber son kon pejgamber, edhe ka pas nevojë kush e marrën nallët ato. Se ka thua Allah nallët për qiell dhe më on ti veshi, ti bën mos me pas nevojë për asnjë njerëz. S'ka kështu. Nga se në nevojën që kemi për njëri tjetrin lidhemi dhe duhemi dhe respektohemi. Andaj ka thënë Allahu xhallahu ala në hadithin qudsi. Hadithin që transmeton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nga Zoti i tij. Çfarë ka thënë Allahu, Zoti i on çfarë ka thënë? Ka thënë: "Wajabat mahabbati lil mutabadhilin fiyya." Allahu ka thënë, e kam bërë të obliguar dashurinë time. Subhanallah. Allahu ja ka bërë obligim vetës së tij me e dasht ata që me zveti jepin. Edhe ky jep ti diçka, ky diçka, që është shpenzon apo. Nuk është një kohë e dhonja apo. Po ky jep me çka ka, e ky jep me çka ka. Edhe garojnë në këtë dhënje me zvete. Allahu do të kur i shoh që ta dy ka shtyen kush po jep, tjetrit më shumë, ja kombo bors me i dasht apo. Prandaj të ndërlozër aja që ka i bënd mdhaj ensarët dhe së që haran historia kur ensarët, që ka qenë? Pikrisht që kja pëtën. Erë në muhajgjërët, ja u apën shpijat kejt që ka patën tha, të gjithë janë për ju e Allahut dhe mjë, kejtën. Madji ka thënë njërit i cili shumë i jep të vllaut vetë, i thanë, a këtë kufi dikun, thot një njëri që jo e kom qkrep, e kom vendos, me da gjenet me ta, më vjen marë për Allah, dunjan me janë ala. Dunja e që kanë të Allah. Prandaj i kam pa dë njerëz, të se të kanë qenë bashkë, edhe një djetar ka qenë ullur. Edhe për i thujnë këtë djetarit, këta dy, mashallah, farë duon për Allah. Shumë, kënë shambull në dashnija. Këtë djetarit ka thënë, e pse njoni shumë punë mirë, të ti punë leksh, që ka s'po funksionan mirë. Më u da shumë për Allah, bele spaku, janë, se ka dëmon, dy kahja. Prandaj, dituria është dhënje, apo krahu është dhënje, pasuria është dhënje, ndihma është dhënje, të gjitha këto, me keq ka Allahu t'i ka dhënë, mos i kurse, mos i mbaj të mbyllura për vllahun tënë. Në qoftë se jemi dëshrëngum, ka kooperaci, është shenjë e smundjes, nuk po funksionon, do thot ndikimi i besimit tek ne si duhet, e kjo është shumë e keqe. Kjo është shumë e keqe. Prandaj sa shumë ka shembull për kësaj. Sa shumë ka, do të thot raste për kësaj të fundit, të parafundit, të parës, që na e dëshmojnë praktikisht se si të parët dhe ata që e kuptuan këtë vërtet u dëshën për Allahun xhallahu ala. Të ndërlozër, në qoftë se brendia është e smurë, a nuk është pengesa? A s'është pengesë zilia
për kënaqësinë e adhurim, po pengesë është vëllai. Pa përshë që kjo pikë pengesë duhet me largua apo. A nuk është gjua pengesë për me përmend Allahun xhallahu ala? Po pengesë, po nuk mundesh me përmend Allahun lërshëm në qoftë se gjua jote shetit në përnder në njerëz e poshtë për pjesë. Smunësh. Edhe kooperacia nuk ka pengesa? Po pengesë është. Dështrëngimi nuk është pengesa, po pengesë është. Prandaj e kam konsideruar këtë pikë të fundit pengesë serioze në rrugtimin tek Allahu xhallahu ala. Nga se na duan konceptet e duhura, na duan mësimet e duhura për fuqizimin dhe përmirësimin dhe rregullimin e raporteve mes vete. Që të vazhdojmë lërshëm pastaj drejt asaj që jemi nisë, që nga kjo botë e të arrijmë të kënaqësia e Allahut dhe xheneti i Tij. Të shumë të janë pika që duhet me të tun këtë aspekt, por këtu ishin, pikat kryesore për sonte, e do të vazhdojmë inshallah më tutje tashme, do të thotë ato se si më arrit, pra, ne e pam qysh sa na duhet një vëlla, ne e pam dimenzionet ku do të më kontrolluar dhe atje na dul që kemi smundje, e tash si më vazhdu, si më u përmirësu, dhe pika e tjera që kanë bënë me këtë temë, lutë Allahu xhallahu ala që të na jap sukses. Allahu xhallahu ala i bashkov zemrat në hijen e besimit ndaj Tij, dhe na bëft Allahu xhallahu ala që ta dojmë njëri tjetrin për hir të Tij, dhe të na pik dhe të na mëshiron Allahu xhallahu ala me rahmetin e Tij dhe të bëjmë nga ata që Allahu i don, Allahu i fal, dhe të bëjmë nga ata që për hir të kësaj dashurie që kemi ndaj njëri tjetrit, Allahu të na bashkon me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e Tij. Deri në takimin e ardhshëm, Allahu ju shpërblet, sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima katira.